Më 9 mars të vitit 1997, kur pothuaj i gjithë vendi kishte dalë jashtë kontrollit të shtetit për shkak të revoltave popullore që nisën pas rrëzimit të skemave mashtruese rentiere, partitë politike shqiptare u bën bashkë duke nënshkruar një marrëveshje për shpëtimin e Shqipërisë. Kasta e re politike e ardhur në pushtet me fitoren e Partisë Demokratike në mars 1992, dominuar nga presidenti Sali Berisha, edhe për shkak të mungesës së përvojës, edhe për shkak të mosnjohjes së rregullave të funksionimit të një shteti demokratik, edhe për shkak të megalomanisë, praktikisht sapo e kishte hedhur në erë atë shtëpizën e brisht që shqiptarët ndërtuan pas rrëzimit të komunizmit. Gjithçka nisi me lejimin dhe mbrojtjen e skemave mashtruese rentiere, të njohura si firma piramidale, të cilat mbijnë me shumicë qysh nga viti 1994. Skema ishte botërisht e njohur dhe e studiuar qysh në vitin 1920, kur një italo-amerikan i quajtur Carlo Ponzi mashtroi të njohur e të panjohur me anë të një skeme të thjeshtë. Përqindjet e investitorëve më të hershëm, që ishin më të larta se të bankave, nisi t'i paguante me të holla të mbledhura nga investitorë më të rinj. Kjo ishte edhe skema e të gjitha shoqërive rentiere shqiptare që nisën të mpinin mendjen e një shoqërie të tërë. Të joshur nga shifrat e larta të përqindjeve mujore, shqiptarët u besuan këtyre skemave, të gjitha kursimet e tyre edhe të fëmijëve të tyre në emigracion. Madje me mendimin se kapitali financiar ishte shumë i leverdisshëm, çmenduria shkoi deri te shitja e banesave, bizneseve, lopëve, deleve e të tjera. Për fat të keq, çmenduria popullore u mbështet edhe nga çmenduria politike. Por për një gjë mund të zotohen këtu para jush dhe para kujdo, se paratë e shqiptarëve janë paratë më të ndershme dhe më të pastrata në Europë. Presidenti Sali Berisha në asnjë rast nuk u kushtoi rëndësi para lajmërimeve nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar apo qoftë edhe nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Për më keq akoma, ai u shfaq para shqiptarëve duke garantuar se paratë e tyre, ato që mbylleshin në sportelet e skemave rentiere, ishin nga më të pastrat në botë. Në fakt, presidenti e kishte hallin të zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale që u mbajtën në vitin 1996. Qëllimi ishte vetëm një: fitoria e zgjedhjeve dhe përmes shitjes së suksesit të skemave rentiere si garanci e suksesit të demokracisë shqiptare. Skema e parë rentiere, Sudja, falimentoi më 19 nëntor 1996, vetëm një muaj pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Më tej, në janar 1997, skemat rentiere nisën të rrëzoheshin një nga një. Shqiptarët shokohen. Ngjarjet përjetohen me të njëjtin tmerr që mund të shkaktonte vetëm ardhja e fundit të botës. Përpasoj, në gjithë vendin shpërthejnë protestat. Në datën 25 janar 1997, rreth 5.000 protestues lushnjar sulmojnë policinë dhe forcat speciale të saj, duke i dhënë përpara me një breshër gurësh. Një muaj më pas, shteti nis të shëmbet. Më 28 shkurt 1997, në Vlorë sulmohen edhe bastisen depot e armatimit të ushtrisë. Populli armatoset dhe qytetet e jugut nisin të bien, një pas një, në duart e rebelëve që kërkonin rrëzimin dhe ndëshkimin e presidentit Sali Berisha dhe kastës së tij. Situata detyron presidentin të rrëzojë qeverinë dhe të shpallë më 2 mars 1997 gjendjen e jashtëzakonshme. Një ditë më pas, më 3 mars, Sali Berisha rizgjidhet presidenti i Republikës me votat e deputetëve të Partisë Demokratike, një ngjarje që shkakton një zemërim të papërmbajtur popullor, sidomos në Vlorë dhe në jug të vendit. Duke qenë se lideri i opozitës Fatos Nano ishte në burg, analistë të ndryshëm mendojnë se krerët e Partisë Socialiste nuk u shfaqën në lartësinë e dur për të shfrytzuar situatën duke i dhënë mundësi presidentit Berisha që të luante si violinë e parë. Kështu, me synim për të arritur një marrëveshje politike që të gëzonte mbështetje popullore, presidenti Sali Berisha organizon më 9 mars 1997 një takim me përfaqësues të 10 partive kryesore shqiptare. Takimi doli me një marrëveshje prej disa pikash, ku më kryesoret ishin: Parlamenti shqiptar të shpall amnistinë e përgjithshme për të gjithë ata civil dhe ushtarak që u implikuan në revoltën e fajdeve, të krijohet një qeveri e pajtimit kombëtar me përfaqësimin e të gjitha forcave politike në dialog, të zhvillohen zgjedhjet parlamentare në një periudhë jo më larg se muaji qershor 1997. Gjithsesi, edhe pse kjo marrëveshje mundsoi krijimin e qeverisë së pajtimit kombëtar,
të kryesuar nga socialisti Bashkim Fino, situata në vend u përkeqësua. Një pjesë e mirë e shqiptarëve mendonin se presidenti Sali Berisha duhet të trajtohej si shkaktar i tragjedisë kombëtare dhe autor i të gjitha fatkeqësive. Të njëjtët nuk e kapërdinin dot faktin që ai jo vetëm u zgjodh presidenti i Shqipërisë, por edhe nisi të diktonte të gjitha vendimet sipas interesave të tij. Po sipas tyre, ky pozicion që u lejua të përmbushte, jo vetëm që e rehabilitoi presidentin Sali Berisha politikisht e ligjërisht, por edhe e lejoi atë të vijonte me jetën politike sikur të mos kishte ndodhur asgjë dhe si pale barabartë me Partinë Socialiste.